Për shembull ekonomia, ekonomia një prej temave që I flas zakonisht me njerëz, edhe me xhallar dhe me shok të mi, është disavantazhi në çështjen e ekonomisë që kemi. Domethënë për me dash me themelu një biznes. Nëse je parimor, e ki shumë të vështirë për mi mbledh 100.000 euro, le themi. Ku mi marr 100.000 euro? Domethënë çka është mekanizmi I parë që adresohen këtyre njerëzit? Banka komerciale. Banka e ribase, interesit, apo. Na kemi ndaluar. Domethënë çka po të prodhon ti? Po të prodhon një disavantazh të jashtëzakonshëm për më u futi me provu me qenë kompetitiv në treg. Harame të tjera, fusha që Ju përmendat, pornografia, një për industrive ma të levërdishme, apo alkooli, një për industrive ma të levërdishme, narkotikat, mos flasim më nën toka anë kënej. Kreto janë që neve na bëjnë më tonë të padëshiruar pse se s'po dojmë me lujt me rregullat e lojës që është e dytë. A merresh? Domethënë janë sfida që na përkasin neve, domethënë që njeriu që e ka do për një me jetu me hakikat për Allah, nuk lëshon pe. Për shembull unë kum blej Libanes para 3 vjet, veç vetëm me ta ilustruar. Edhe bona dua zot në banka nuk duam prek, s'u marr kredi kur asnjëherë. Alhamdulillah. Edhe nuk e kam me marr, edhe më kon të cof që thënë atë, po principi prem këtë punë. As alkool s'u pi me potencun është tash tak vallëkin. Potencoj. Po potencojmë nëse 40 vjet gati bëj kur alkool ngors kum shti. Kur zinas kum bëva atë pe përmendim edhe këto që është shumë e rëndësishme, prandaj flas me plot gojë për kurvninë e kundër antivlerave e degenerimit, apo kupton? Kështu që Allah të themi shishyrë alhamdulillah në tan kohën. Allahumma salli ala Muhammed. Prandaj jemi tu fol edhe për riban. Edhe thash o zot edhe bëma I çare ti banesa shumë shtrejt ke bro. Bëma I çare se kisha as 1/4 e shumës. Unë për hadër tonë nuk du me prek atë. Kishte çat vjet, një prej bankave. Mundësi të mirë. Po flas çat vit specifik kur po duam me blej banesën, se lokacioni më përshtatet kriteret që I kisha. Njëna prej bankave ku jam klient unë, mos t'i japim tash më bë marketing këtu. Çdo 1 muj, 2 muj, ma çoj keni SMS I nderuar zotri Xhairi, 100.000 euro ti kemi alokuti. A vjen si më kon si me ditë ata që jam unë në proces të dash me blej banesën. Ai 100.000 euro që jam shilke pikën me një rabibi, atë. Po. Mama, di çfarë tu ndihmi le temi të lojës shejtani dreshi mallku me e pranu ofertën, rrogën e kisha të mirë, më pagu këto për një afat atë. Çfarë di, 10 vjeçar, 15 vjeçar, edhe u mshelke kriza e banesës. Po ngula kom, atë tash so puna takvallokut sa puna e vlerave të cilat unë që 40 vjet jum edukuar dhe jum mësuar me jetu me to atë. Për mua është hard no alkooli, është hard no kredia, është hard no zinaja. Po çka ka kosto kjo s'muj me ble banes kur, po kur inshallah tan jetën me qirash atë. Pse është një princip që më ka pëlqyer mua. Kërcënimi është shumë serioz për bindjet e mia fetare. Luftë me Allahun, bravo. Atëherë këtë kërcënimi unë çash trim nuk jam. Jam trim në sfera tjera, po këtu s'po më merr kamendja atë. Po valla. Edhe alhamdulillah bivesh me përmbyll ilustrimin. Ta gjejti Allah në qare. Bro, alhamdulillah. Më shpjegova, njëri që 20.000, tjetri që 80.000, që s'jep kërkush 20.000 euro për kollaj bërsët. Po. Një akraba që 30.000, atë po. U bënë me banes. Alhamdulillah. Kjo është shembull I mirë. Edhe interesi s'ka prek. Allah shqyr atë. Tash ai mund më ngjak kredve, Allah ale, nuk e di, unë vetë kallzoj rrezikun që e mora, tu bë dua me losh shpirtin që s'po du me ngjy anë asnjëherë atë. Pse bindjen e kom që për ne është me lut me zjarr që thënë ata. Edhe zoti ma çeli një E tash të banes janë divinet apo? Tash divanes janë divinet. Alhamdulillah, inshallah një vjet I bonën para 2 javë. Alhamdulillah.